Djali I vogël ka është ka 4 vjet, kam 2 vajza djali tjetër, ata janë shku krejt. Kjo domethënë non-stop. Non-stop është angazhuar që komo të tem 2 kilometra të babsh që i marrën të se nuk tonë. Apo, a? Shumë në këta ka djallë. Dhe kjo është ndoshta edhe vullneti juaj që ky pak të lidhet edhe me to, të kujdesen në farë forme për to. Ky domethënë është ka të tash kanë 5 vjeç, po minuta do më mua, për dhe shoku vullnet, ma shumë bise rrotim grupës. E ceke që ju jeni një familje madhe, jeni plot 8 antar, apo jo? 8 antar i ndohon pa dallëzim, me dallëzim me këtë ja dikon ja për mbi 30. Për mbi 30 antar. 5 metra, 5 holla. Ua, sa një numër I madh, ndoshta si në kohët e vjetra kur kanë qenë këto familjet si këtë herë. Edhe atëherë jeni marrë me butësi? Atë na marrë me xhiro, ka me xhiro. Vogël ka shumë, po 75 vjeç. Ai ka ditë të shtohet. Ramisi delet e tij as vendlindjen nuk do ta braktis asnjëherë për mërgim. E se si ai arriti të krijojë një lidhje kaq të fortë me kafshët dhe vendin, na tregon më së miri vet Ramisi. Shkoj atë domethënë, gati çdo vikend shkoj marr me kerr, shkoj te vllaznia në vizitë, sa ne po më mërgimi shumë pëlqen. Po pse? Po të më thonë drejtën, janë konë, pranë e ovës 2 herë janë konë, nuk ka me udhëtu. Vëllë mirë super, po më jetë e shmeron aty. Për çka nuk I kishte lënë delet, po as Kosovën? Ndoshta e tha që mërgimin nuk e synon asnjëherë, po për çka nuk I kishte lënë këtu, nëse pse të kish ardhur diçka në jetë? Po, me një fjalë popullore ku ka dele ka bërë çet. Ka vetë nga kafshë që ka bekuzut nga dele. Domethënë, pejgamberi ka dhënë prej djalin e vet për kurban, ja ka bllokuar dorën, ja ka sjell një dash kurban. Pe atë ta kafshë më bekune, që në fetorën normal. Prenti kam haxhi dët. Edhe domthon dele s'vënë me hiç kurrë, më sonrri pa të në një fjalë sonrri pa të, ku sa do më të lirë, ja po shtoj dele. Çdo ditë e tij është një sukses. Në asnjë çast, Ramis Aliu nuk demotivohet nga të qenurit fermer. Të ardhmën e tij ai e sheh edhe më të ndritur, e shumë shpejt do të ngresë edhe një tjetër fermë.